Për herë të parë, po realizoj një intervistë ku unë jam me shtrirë dhe personin edhe e konsiderova pak si seancë. Do me thonë, fakti që hyra në një dhomë të tillë, në një aparatur të tillë, veç po ma jep ndjesinë e një seance psikologjike. Ndoshta edhe fuqia e rezonancës e ka. Po, ne përmes këtyre kapelave, që i bëjmë matjet tona, e gjejmë mesin e kokës, nga pjesa ballore deri pjesa e pasme e kokës, fundi i ose occipital, dhe gjithashtu edhe nga pjesa e veshit, mesit të veshit deri këtu, e gjejmë mesin, dhe nga këtu, përmes bobinës tjetër, e gjejmë qendrën të cilën ne po dojmë me vendos. Do t'i bëjmë matjet në një karik tjetër, kushton kohë, kështu që do të thotë edhe në bazë kësaj ne e vlerësojmë se çfarë amplitude të rrezatimit të rrezeve elektromagnetike sa randa i përballon. Për shembull, këtu është një pacient i cili ka pas 55% të e shkruajmë edhe emrin këtu mos ta shqisë, 55% të amplitudës të thellësisë ku hyn rrezja, kemi me 60, 40 varësisht ndjeshmërisë. Ne i shohim reagimet motorike të durve, të muskujve, të fytyrës, të gojës, rreth syrit, reagimet të pavullnetshme, Edhe ato i enalim amplitudën dhe aty derisa vërejmë që ju rrini komod, nuk keni asnjë reagim, asnjë kontrakcion muskular të ekstremiteteve të sipërme apo të fytyrës, aty ndalemi me hyrjen thellë në amplitudën me këto elektromagnetiken, edhe më pastaj e bëjmë varësisht qendrën, a dojmë të trajtojmë depresionin, të stimulojmë trurin, a dojmë të bëjmë dhembjen me migrenës, a dojmë të trajtojmë anksiozitetin me zbutat, apo dojmë të trajtojmë në pjesën e mesme këtu, dojmë të trajtojmë çrregullimin obsesivo-kompulsiv. Do të thonë kjo afrohet, kjo vendoset këtu në pjesën ballore, a pak më poshtë, a pak më lart, më pastaj e shohim dhe fillojmë e lëshojmë këtë. Nuk po e lëshoj tek ju për shkak se nuk e dim cila është amplituda dhe s'po duam me ju shqetësu me reagimet, po kështu pastaj duket. Funksionon. Kështu edhe një herë kështu. Te dikush me tonalitet më të ulët, te dikush me tonalitet më të lartë, e kështu. Përndryshe, për krejt ata, sepse është e çuditshme ndjesia e kësaj interviste, doktor Burim. Po. Nuk e kam marrë herë në intervistë. Qenë ka mirë me qenë në pozicionin e pacientit, a? Shumë e mirë. Përndryshe, për krejt ata që po na ndjekin, sa për informacion, edhe doktor Burimin, edhe këtë aparaturën, si të vetme që janë, e gjeni në spitalin e varësive rezonanca 3, ndërkohë që në studio e diskutojmë edhe me doktor Bujarin për simptomat, gjendjet e pacienteve të cilat janë arsyet pse duhet të marrin një trajtim të kësaj aparature, të cilën e demonstroi aq thjesht e aq bukur doktor Burimi. Faleminderit shumë doktor Burim. Faleminderit shumë. Shumë grazie.